Shkojmë tek lajmi i dytë, do të flasim tani për Amerikën, që sa do të duket realiteti largët për shumë edhe se nuk na prek secilin prej nesh, le të themi që prek nga pak çdo shtet të botës, sidomos vende të treta apo vende në zhvillim. Dhe qytetarë të cilët kërkojnë ditë pas dite që të zhvillojnë jetët e tyre. Ka qenë dhe mbetet patjetër për shumë një ëndër në mënyrë që të ndërtojnë një ekonomi të mirë për veten edhe për familjet e tyre. Por presidenti i 47 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të paktën në mandatin e tij të dytë si presidenti i 47, paralajmëroi në fjalimet e tij gjatë fushatës presidenciale se një nga ndërmarrjet kryesore edhe një nga gjërat më prioritare të gjithë programit do të ishte largimi dhe deportimi i emigrantëve, duke ofruar kështu një Amerikë të sigurt për qytetarët amerikanë. Edhe pse kjo mbetet për të diskutuar se kush e bën pasigurinë në SBA, por mund të themi dhe mund të flasim me shifra konkrete në këtë rast, sepse që nga fillimi i mandatit të dytë presidencial të Trumpit, më shumë se 2 milion emigrantë të palishëm janë larguar nga Shtetet e Bashkuara sipas Departamentit të Sigurisë Kombëtare. Nga këta që janë larguar, rreth 1.6 milion kanë ikur vullnetarisht, duke përfituar nga një program që ofron pagesë prej $1.000 dhe fluturim falas, ndërsa më shumë se 527.000 janë deportuar nga autoritetet amerikane. Po ashtu është paralajmëruar nga Ministria se deri në fund të vitit mund të arrihet shifra rekord prej 600.000 deportimesh. Analistët, ndër të tjera, kanë ngritur shqetësimet e tyre lidhur me këtë politikë të Trump. Patjetër që emigracioni vendos një shtet pritës përballë vështirësive dhe kjo është e pa diskutueshme. Të gjithë ndërtojnë politikat e tyre dhe në fund të ditës gjithë duhet mendojnë për të mirën e qytetarëve. Ama sipas analistëve, politika e Trump mund të ketë pasoja të mëdha sociale dhe ekonomike duke prekur komunitetet dhe tregjet e punës në zonat më të ndikuara. Kjo sepse në sektor të cilët kanë të bëjnë me punë fizike dhe më vështirësi të mëdha janë emigrantët, ata që zakonisht furnizojnë tregun e punës. Dhe kjo mund të shkaktojë një krizë e cila do të ndikojë në faktorët e ekonomisë amerikane. Megjithatë, shohim se si do të zhvillohen ngjarjet, nëse do të vijojë ende Trump këtë dorën e tij të hekur kundrejt emigracionit të palishëm, apo nëse do të ndërmarrë politika më lehtësuese që mbase edhe të frenohet paligjshmëria, por të ofrohen kushtet që secili emigrant që dëshiron ndërtojë një jetë më të mirë ta bëjë këtë mbi bazën e një legjislacioni të ngritur.